Valon Sylla, kafshim në shtëpi, rrahja të dashurës, xhelozia. Shënjestër.net. Xhelozia. Kjo dyshohet të jetë arsyeja që e shtyu gazetarin Valon Sylla që ta shaj, ofendoj, kafshoj e kapër flokësh të dashurën e tij. Kështu pretendon prokuroria e Prishtinës në kërkesën për masën e sigurisë ndaj tij. Gjithçka kishte filluar përderisa çifti ishte në një aheng familjar. Rospi, rance, mashtruese, tradhtare. Qito janë disa prej fjalëve që prokuroria i ka përmend në dosje. Prokuroria pretendon se Valon Sylla e kishte kafshuar në shtëpinë të dashurën e tij. Veprimet e dhunshme nuk ishin dalë me kaq. Valon Sylla e ka kapur për dorë duke shtrenguar se dhia kishte kapur faqen me dhunë. Pasi ngjarja kishte përfunduar te vetura, Sylla kishte shkuar te dera e vendit ku banonte e dëmtuara dhe kishte trokitur me forcë disa herë, kishte përdorur fjalë ofenduese ndaj të dëmtuarës. Sipas prokurorisë, Valoni me qëllim me dashje për t'ia cënuar dinjitetin, ushtroi dhunë fizike e psikike ndaj viktimës. Gazetari Valon Sylla në një postim në Facebook kishte thënë se ka qenë thjesht një fjalosje mes çiftit. Një tërheqje për krahu, çfarë boksa, shkelma, çfarë dhune. I kërkoi falje asaj, familjes së saj dhe timës, e sidomos nënës së saj dhe timës. Si shkurt me dëshirën dhe në afekt nervoze të fjalosjes përfunduam në polici për ta regjistruar rastin. Sylla ndalohet me i afru të dashurës së tij më afër se 5 metra për një mujtet. Shënjestër.net.